Sa shumë e vështirë është të vendosësh veten në pozicionin e atij që është më keq se sa ti. Shpeshherë, të gjithë ne pavarësisht diferencimeve që na karakterizojnë si individ, priremi të jetojmë jetën tonë në atë formë që na përshtatet më mirë, pa na interesuar shumë se si jeton tjetri, që mund të jetë fare pranë nesh. Edhe pse jemi njerëz, nuk e kemi të lehtë të shfaqim pjesën tonë humane, për të zgjatur dorën atyre që për disa arsye janë në sfidë të vazhdueshme me jetën edhe me gjithçka që i rrethon. Në të tillë situatë, prej vitesh vazhdon të jetë dhe ky komunitet i romëve, për të cilin flitet çdo ditë, por realisht ata vazhdojnë të jetojnë në kushte të mjerueshme, edhe në vitin 2011. Vuajnë për ujin e pishëm, ende rrugëve për të mbledhur ato kanaçet e bekuara që duket se i sigurojnë jetesën. E lypin prej atyre që shpeshherë thjesht i shikojnë me mos përfillje, duke i diskriminuar në etiketimin rom. Kjo është një nga lagjet e romëve në zonën e quajtur Bregu i Lumit, aty ku barakat ku jetohet edhe plerat nuk janë as 1 metër larg, e disa familje nuk kanë në fakt as një stre për të jetuar. I tillë është dhe rasti i Benit, 35 vjeçar, i cili ka edhe një vajzë 8 muajshe për të rritur, këtu, në Breg të Lumit, e në mes të ndotjes. Zotri, më falni, vetëm disa minuta. Po shikoj që ju jeni duke punuar prej disa koshtu që kur unë kam ardhur. Më saktësisht, çfarë jeni duke bërë? Çfarë po ndërtoni ju? Sa ndërtojmë, s'kemi tokë, s'kemi shtëpi, ja po bëjmë një baranke, lumin, votat doni. Po përpiqeni vetë për bërë një banesë? Po bëjmë një baranke, do jetomi. S'kemi shtëpi, s'kemi tokë. Po ku keni jetuar deri tani? Deri tani ke rrugëve, ke lulishte, si dini vetë. Keni fëmijë? Po, kam një gocë. Si kujdeseni, si ja bëni për gjitha shpenzimet për fëmijën, duke qenë se është e vogël? Po s'ka punë me motë, nuk ka punë. Ku do shkoj të punë bëjmë? Do shkoj të vjedh? Nuk shkoj të vjedh. Është turp, do shkoj të vjedh. Tani flemi rrugëve, si dini vetë ku jemi si gabelët. Hajde gabelë janë këto, rrimi ke lumin, shive lumin. Me kalimin e viteve nuk është bërë asgjë për të përmirësuar situatën tuaj? Asgjë. Asnjë ndryshim? Asnjë ndryshim. E thanë se ka bënë, do prishim, do merrni plani këtu, do prishim, ku do shkojmë? Ti e dini vetë si do bëni. Përveç faktit shqetësimit të madh që ju keni që s'keni një banesë ku të jetoni, keni shqetësime tjera, probleme tjera këtu? Ujë s'kemi. Nuk keni fare ujë? Ujë, jo. Po si e bën? Si e bën, shkojmë në bush me 2 bidona ujë ande nga komshit. E thanë që do vemi qeshme, s'kanë. Ja, shive si jemi, ku dhe shkoj kjo të lajtë? Majme da hedhme ati ke lumi, dhe me abë një shpi, një tokë, ta bë një cobarank, do jeton si jetoni juve, si jeton tjera me kalamaj, do jeton edhe kjo. Rije kjo, këtu ke plenat, nuk rijet. Vin lumi këtu, ku ka bes lumi? Ja erdi lumi, verë dimër madhesh, nuk esh i vogli. Ja erdi lumi, neve ku flemi gjumë, erdi lumi, nga marrë edhe këthe, do mbit edhe kjo, hajde unë dinot. Po kjo, jeton do të kjo më motër, jeni vetë, besoni vetë, mendoni vetë si doni juve, si... Të rinje të moshuar, këtu ndajnë të njëjtin fat, atë që të gjithë e njohin si vuajtje, por këta qytetarë të Tiranës e përjetojnë çdo ditë në formën më të keqe. Fëmijët thuajse nuk e njohin shkollën, por mbledhin hekur rrugëve, edhe kënaqen kur fitojnë paksa. Të moshuarit si Nuria 75 vjeçare ankohen për një jetë të tërë mes luftës për të mbijetuar edhe për ca kohë. Mbledhim shumë, marrim bukë, ka të naqë, qatë tjetë. Ku i mbledhni këto? Na për kazanëve. Dhe pastaj i shisni? I djegim, i shisim, marrim bukë. Ku i shisni? Kaliu. Sa fitoni me këto në ditë për shembull? Sa tjetë për i bukë, për 2 bukë. Po për shkollë. A ke vajtur në shkollë në një? Jo. Po pse? Nuk na marrin, dojnë lekë. Duan lek? Po prindrit e tu ku punojnë? S'kam. Nuk i ke prindrit, jetoni vetë, po ku jeton? Ke gjyshja. A ke dëshirë ti të shkosh në shkollë si fëmijët e tjerë? Po. S'ke mësuar asnjëherë s'di asnjë gjë për shkollën? Asi gjë nuk di. Zonjë, sa vite keni që jetoni këtu? Këtu ka 20 vjetë. Gjatë këtyre 20 viteve, kushtet janë përmirësuar ndo pak për ju? Kush janë mërsu? Jam makë që jemi bosa me jemi mërsu. Po pse jeni për më Unë jam 20 vjetë kë nuk marr rogë, nuk marr pension. Dalip plaka, dalip. Sa vjeç jeni? Unë jam 70, 75.
Dilni çdo ditë për të lypur? Po dalin do njerë zal, jam me smunme. Bila që dua, gjë dua. Vetëm duke lypur me këtë jetoni? Po me këtë jetoj, s'kam pension, s'kam rrok, s'kam. Po ndonjë asistencë sociale? Asnjë gjë nuk marr, as që rekleku s'marriq. Ilaçet si përballoni? Hiç nuk marr ilaçe vdes. Nuk marr ilaçe, se s'kam ilaçe duan lek. Tash për shtëpia, ku të çoni, ku të na prisni shtëpia, ku të Po familja juaj? O, ja vetë mua. Ja jeton, me qunin jam. Me qunin jam, me kallaballë ku ma. Është në punë çuni? Po, ku punon quni, ku ka punë? Për kanace, ku punon quni, ku ka punë? S'ka punë. Për të përçuar zërin e këtyre banorëve, ne u interesuam edhe në Ministrinë e Punëve dhe Çështjeve Sociale. Blerina Zoto, përgjegjësja e sektorit teknik për romët, ndante të njëjtin mendim për diskriminimin ndaj këtij komuniteti. Edhe për këtë arsye, e na foli edhe për strategjitë afatgjata që synojnë të përmirësojnë situatën e romëve, duke nxitur ndërgjegjësimin e vet atyre. Gjatë takimit që ne kemi bërë me anëtarë të komunitetit të Rom, ata kanë shfaqur shqetësimet e tyre lidhur me kushtet e vështira të jetesës dhe për diskriminimin që atyre i bëhet në mënyrë të vazhdueshme. Çfarë hapash konkret ka ndërmarr ose ka në plan Ministria e Punës për të mos lejuar pra këtë diskriminim të vazhdueshëm ndaj këtij komuniteti dhe për ta integruar atë në jetën sociale? Ashtu sikur se të gjithë ne e dim, komuniteti Rom është një komunitet me probleme të theksuara sociale-ekonomike, probleme të cilat janë mbartur në vite dhe që për hir të së vërtetës të 2 dekadat e fundit sa vinë dhe janë rritur. Dhe jo pa qëllim, qeveria shqiptare ka ndërmarrë masa konkrete bazuar dhe në dokumenta strategjik të cilat ajo ka hartuar për këtë komunitet dhe kemi pikërisht strategjin kombëtare për përmirësimin e kushteve të jetesës së minoritetit rom dhe planin e veprimit të dekadës së përfshirjes së romëve dhe strategjia kombëtare për romë dhe plani i veprimit të dekadës kanë fusha prioritare arsimin, shëndetësinë, strehimin, punësimin, çështjen e regjistrimit, mbrojtjen nga diskriminimi, barazinë gjinore. E pyetur lidhur me faktin se shumica e fëmijëve rom janë të detyruar nga rrethanat ekonomike që të braktisin shkollën edhe të bëjnë punë informale, Blerina ndalet tek fakti se në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit është bërë mundur dhënia e librave falas për këtë kategori sociale, por duhet të sensibilizohen prindërit për rëndësinë e arsimimit. Ne kemi një marrëdhënie të ngushtë me Ministrinë e Arsimit, me Drejtorinë Arsimore në Tiranë dhe në përrethë, dhe sigurisht mbas problematikave propozohen dhe politika. Ministria e Arsimit, ashtu sikurse do ta keni ndjekur dhe nëpërmjet mediave, për herë të parë ofron tekstet shkollore për këtë komunitet falas, gjë që do t'japi një impakt pozitiv, sepse që në ditën e parë të shkollës lindte problematika e mospasjes së mundësisë për të blerë këto tekste shkollore. Por duhet të theksojmë se përveç politikave të ministrisë, një rol të rëndësishëm ka dhe sensibilizimi, ndërgjegjësimi i familjeve rome për ta parë si një mundësi të rëndësishme këtë ndjekjen e shkollës, sepse vetëm duke u arsimuar fëmia kur rritet ka akses më të mirë më pas në tregun e punës dhe për të bërë një jetë normale ashtu sikurse gjithë të tjerat. Në momentin që nuk e frekuenton këtë shkollë, ngelet jashtë sistemit dhe gjithë jeta pastaj vazhdon në këtë mënyrë. Jo gjithmonë përfaqësues të komunitetit rom kanë mundësi të trokasin në dyert e institucioneve për të kërkuar përkrahje sociale, dhe jo gjithmonë zëri i tyre dëgjohet. Vetë kryetari i komunitetit rom, Skënder Veliu, na flet për historinë e gjatë të diskriminimit ndaj romëve, ose siç e cilëson ai, të vetë diskriminimit për shkak të ngjyrës, racës e traditave të tyre. Krahas minoriteteve të tjera në Shqipëri jeton dhe minoriteti rom. Ai ka një histori, ka një traditë, ka një kulturë, ka një zakon, por i takon radhë të parë, i takon që e gjithë shoqërisë shqiptare që të kontriboj për të integruar këtë komunitet, pasi komuniteti rom është një goxha i shpërndarë në gjithë pozitën gjeografike, një numër që varion nga 120 deri në 150.000, është minoriteti më i madh në Shqipëri. Por nga vetë natyra e tija është se përballet me shumë vështirësi
të gjendjes ekonomiko-sociale, edhe natyrshëm qoftë nga problematikat që vetë minoriteti për shkak të natyrës që ka një emër që është quhet rom, por mentaliteti tjetër është nga vetë diskriminimi që ai vetë diskriminohet, se nuk e ka të shkruar askush, por ai duke u përballur se gjoja është rom, nuk e pret njeri, nuk do që të merret dikush me atë, nuk ka fusha për të bashkërenduar me atë, por është e kundërta. Ashtu si edhe në Ministrinë e Punës, edhe Skënderi na flet për politika të shumta për integrimin e romëve në jetën sociale, të cilat shtrihen në harkun e kësaj dekade, por që me sa duket nuk po ndryshojnë situatën aktuale për këta njerëz. Arsimimi sipas tij mbetet prioritet, edhe pse vjet re një braktisje masive e shkollave nga fëmijët rom. Prioritet për ne ngelet arsimi, edukimi. Edhe pa arsim nuk ka kulturë, nuk ka dije, nuk ka integrim, edhe për këtë arsye, bazuar shpesh media së bashku me ne, kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm për braktisjen e shkollës, pasi me dëshirën e mirë shkonim fillimisht edhe nga nëntori, dhjetori shikonim që largoheshin. Edhe kjo vinte për shkak pra nga një studim që ne jemi referuar, ka dalë se pjesa kryesore e fëmijëve largohesh nga shkolla pasi mungonte gjuha, pra e komunikimit, mbasi ata janë me gjuhën e nënës së tyre romisht, edhe kur shkonte në klasë ndihesh keq me bashkëbisedimin me qoftë me kolegët, me shokët, qoftë edhe me mësuesit. Komuniteti rom do të vazhdojë të jetojë, por ka një të ardhme. Kur ju citoni strategji për të ardhmen, çfarë periudhe i referoheni? Ne referohemi për strategjisë, ne jemi bazuar pra jo në kuadrin e strategjisë kombëtare, por jemi përfshirë pra në kuadrin e dekadës. Në dekadë bëhet fjalë që ka filluar para 2 vitesh, 2008-2009 dhe vazhdon që deri nga viti 2015 le të përfitojmë pra kush është më i shpejti, kush është më i gjallë, le të përfitojë pra në kuadër të përmirësimit të kushteve të jetesës për romët. Ne u ndalëm në ambientet e brendshme të një banese rome 2 dhomërshe, ku një nënë e papunë jeton me 5 fëmijët e saj. Gjatë gjithë ditës ajo është duke mbledhur kanaçe, edhe në këtë kohë dreke, motra e saj kujdeset për këta fëmijë. Do të hyjë në shtëpinë e Fatmirës, e cila për momentin nuk ndodhet në shtëpi pasi është duke mbledhur kanaçe për të siguruar jetesën për fëmijët e saj, por është motra e saj, Elida, e cila kujdeset për fëmijët e Fatmirës. Do të shikojmë se çfarë kanë përgatitur, çfarë po han ata për drek. Le ta shohim. Ju bëft mirë. Faleminderit. Çfarë po hani për drek? Ja, buk, morëm qik djath, tajmë fëmijët. Juve kujdeseni për fëmijët e Fatmirës apo? Kur s'është Fatmira, aty jam unë këtu. Kujdesem për ato në shtëpi. E keni vështirë kujdeseni për fëmijët? Është pak e vështirë, po hajtë. Pse është e vështirë? Po, du të hajtë gjithë ditën buk. Qatë bësh? Kjo është dreka juaj për sot. Kjo është dreka jo. Po për darkë? Për darkë? Se di që do bëjmë. Juve keni fëmijë? Kam 3 fëmijë. Jam këshuri ke banoj këtu ke motra se shtëpi s'ka. Më mban motra. Ri këtu të më thonë edhe me fëmijët e tu dhe fëmijët e fëmijët e mi, 3 fëmijë që kam banoj këtu. Ke motra se s'kam shtëpi. Jemi bure grupa shtëpi. Në përgjithësi, çfarë gatuani juve? Marrim që s'kemi kushtet e mira, marrim do njerë patate, gatuim për fëmijë, do njerë vejmë grosh, do njerë marrim kopsha, bojmë nëj pilaf, nëj makarona për fëmijët. Shumë. Çfarë pëlqen më shumë fëmijëve? Makarona. Grosh. Jemi këtu me Kasandrën, me njërën nga vajzat e Fatmirës, e cila ka shumë dëshirë të shkojë në shkollë dhe do të na tregojë lidhur me këtë gjë. Kasandra, përshëndetje. Sa vjeç jeti? 8 vjeçë. 8 vjeç, në çfarë klase jeti? Klasë 2. Të pëlqen shkolla? Po, Pse të pëlqen kaq shumë shkolla? të mësoj.
Çfarë mëson ti atje? Të lexoj, të shkruaj. Po tjetër. I ke marrë librat, Kassandra? Po, Çfarë librash ke marrë ti? për klasë 2. Ku i ke marrë librat? Ke shkolla, Cila shkollë? ke shoqata, I ke marrë librat tek shoqata. Po. Në çfarë shkolle shkon ti? ke barancuri. Po si shkon me shokët, me shoqet e shkollës? Mirë, Çfarë të pëlqen më shumë tek shkolla? të luaj, Më mirë të luash këtu apo më mirë të mësosh te shkolla? Çfarë të pëlqen ty më shumë? Ku është më mirë sipas teje, të rish këtu apo te shkolla? tek shkolla. Po pse është më mirë te shkolla dhe jo këtu? Mësoj, Do vazhdosh ti, ke dëshirë të vazhdosh edhe klasa të tjera më pas? po, Mungesa e ujit të pijshëm për të gjithë banorët mbetet shqetësuese prej vitesh, pavarësisht premtimeve të përhershme për zgjidhje të situatës. Papunësia dhe varfëria ekstreme kanë gjetur preje kudo. Hyjmë edhe në një tjetër barak, ku na priti zemria 42 vjeçare, nën e 5 fëmijëve, pas një mundësi punësimi për veten apo për burrin e saj. Jemi në hyrje të një banese rome, bëhet fjalë për banesën e zonjës Zemrie, e cila këtu brenda jeton me 5 fëmijë dhe me bashkëshortin e saj, pra 7 antar të kësaj familje jetojmë këtu. Do hyjmë brenda për të parë kushtet në të cilat ata jetojmë. Zonjë, më tregoni pak për këtë dhomë? Po jetoj unë me gjithë fëmijët e mi, edhe kjo jetesa ime është një lloj me qenin që po jetoj unë këtu. Na kam premtu për ujtin edhe nuk na ka sjell ujtin. Fëmijët e mi shkom lidhin kanaçe, po jetoj që jap bukë me ëngër fëmijëve. Shumë premtime na kanë thonë që do t'japin ndihmë, as lloj gjëje na kanë sjell. Kjo është jetesë me zorë, me të shtyme. Po e përballoni dot ju këtë lloj jetese? Jo, nuk e baballojmë dot. Kjo është një fjalë me të shtyme çdo gjë. Fëmijët tuaj janë në shkollë? Pa shkollë janë, se s'kemi kushte që t'i blejmë librat, fletoret, këto gjonat, edhe s'kemi kushte. Edhe ujë nuk kemi fare këtu, ne po vujmë shumë për ujë këtu. Prej sa kohësh nuk keni ujë pish? Ne kemi kaq vite këtu, kemi goxha vjet, ka 10 vjet që s'kemi ujë. Po vujmë shumë për ujë jemi shumë po vujmë. S'kena ku të shkojmë të marrim ujë. S'kemi asnjë lloj ndihme, as i gjë. Duke qenë se mungesa e alternativave për punësim ishte tepër shqetësuese, ne pyetëm në ministri edhe për shifra reale të romëve të punësuar, por të tilla shifra nuk arritëm t'i merrnim. Sa mundësi reale kanë romët për të punësuar? A mund të na referoheni edhe me shifra lidhur me këtë gjë? Në qoftë se do t'i referoheshim shifrat, unë nuk do doja të abuzoja me shifrat. Kemi shifra për grupet vulnerabël, ku përfshihet dhe komuniteti rom, të cilat apo grupet e veçanta, ashtu sikur se njihen në terminologjinë e legjislacionit të hartuar nga Ministria e Punës, ku përfshihen personat me hapësi të kufizuar, përfshihen romët, përfshihen egjiptianët e tjerë, pra shifrat zakonisht jepen në total për këtë kategori. Thuhet shpesh se romët, përtej të gjitha vështirësive ekonomike që i kanë shoqëruar gjithmonë, prap mbeten një komunitet i dhënë pas qefi dhe argëtimeve të ndryshme, mes këngëve e valleve. Elita, dëgjoj se diku këtu rrotull ka në sfond edhe një muzikë, kush e ka vendosur? Dini gjë? Komshia më duket akne, ku është muzikë akne? Ndigjojnë ajër, s'kan qatë bojnë nga zori, ndigjojnë muzikë. Unë kam dëgjuar se ju jeni dhe që e flim për muzikën, pavarësisht gjithë problemeve që Normal jemi kështu për muzikën, kur s'ka do kërcej, qa do bëjmë? Me shku me vjellë nuk e kemi zanat. Ma mire fut kokën kazan, me mbledh kanaçe se sa me vjellë. Po çfarë ju pëlqen më shumë, çfarë muzike, çfarë lloj argëtimesh keni ju këtu? Çfarë, unë nuk kam fare hiç muzikën qef. Hiç për zotin se si ka. Hajt fëmit lozin na i herë bojnë. Kur vjen ai komshie për shumë muzikë, fëmit gocat shkojnë lidhen kështu edhe kërcej. Mblidheni këtu në obor për bërë ndonjë aktivitet? Mblidhemi. Mblidheni shpesh? Po. Ka i herë kështu. Kur në përgjithësi, kur mblidheni? Se di. Mas ditën ma shumë, se ditën i na përkazana gjithë. E në këto kushte, kur ata nuk kanë as për të ngrënë të paktën një vakt të shëndetshëm, muzika dëgjohet nga halli. Këta fëmijë që duhet të ishin në përshkolla, në fakt nuk janë. E në rastin më të dhimbshëm, as që kanë qenë ndonjëherë. Arsimimi mbetet një luks për ta. Librat, edhe nëse merren falas, në shumicën e rasteve mbeten aty, sepse fëmijët
nuk i kanë mundësitë ekonomike për të ndjekur shkollën. Jetesa kushton shumë për këta banor që e presin çdo ditë ndryshimin, e ndërsa janë duke pritur, edhe mbi jetesa e tyre po vihet në pikpyetje. Ndoshta ndryshimin duhet ta fillojnë ata vetë.